Dhe ja ku jemi tek tavolina e magjikëve të vegjël, aty ku fëmijë me talente të ndryshme ftojmë nga vende të ndryshme të Kosovës, që vinë me na bë krenar me talentet që kanë, me talentet që ata punojnë, me ëndrat që ata ndjekin, edhe pse jo me fëmijë të cilët na japin ndjesinë e sigurisë në të ardhmen e vendit tonë. Troja Mandjuka është sot e ftuara ime në rubrikën e magjikëve të vegjël. Mirë se erdhe Troja. Faleminderit, përshëndetje. Përshëndetje shpirt, faleminderit ty që ke ardhur në emisionin Familja Jonë edhe në rubrikën e magjikëve të vegjël. Mu më kanë thënë familjarët e to që i ki pasionet kryesisht rreth artit. Po. Ti je 11 vjeçare. Po. Je në cilën klasë? Në klasën e 6. Klasën e 6, para se me dalë të arti, po du me ndalë të pjesa e shkollës. Po. Prej klasës parë deri në 6, cila ka qenë ajo lënda kryesore që ke ndjek me shumë dashni? Pra gjithmonë ka pëlqy arti, po edhe historia. A dhe historia, dhe me thonë. A mundesh me ma bo këtë diferencën se arti dhe historia nuk është që s'kanë të përbashkëta, kanë shumë të përbashkëta. Po, pra mua më pëlqen historia sepse më duket se më konë histori të ndryshme edhe që kanë ndodhur për një më duket shumë interesant. Edhe i kam pikturu edhe do piktura që kanë me bërë me historinë. Po. Përveç historisë dhe artit, piktura është pasioni yt edhe në shtëpi, sa herë që je lirë, mu më thanë familjarët që ti gjatë gjithë kohës vizaton, pikturon. Por kjo është prej kur je kanë shumë e vogël, po? Po. Dhe ki shumë punime që i ruan. Të pëlqen më shumë se unë i pash punime që mi ke sjellë shumica janë me hije e laps. Më shumë të pëlqen me vizatu apo më shumë të pëlqen me pikturu me ngjyrosë? Mua pëlqen më shumë vizatime. Vizatime. A çfarë emocioni të pëlqen lapsi vizatimi, sepse na që jemi laik nuk e kuptojmë shumë, për shembull këta kemi një hije, ajtojnë hije dritë ti punimi? Kjo është nga historia. E kam pa pra për librit historisë e kam bërë vizatim. E ke marrë prej librit historisë, çka është kjo një... Pra është si një gotë, e kjo është një pjatë me pemë, fruta. Me fruta. Ndërkohë, ajo që më la përshtypje janë edhe punimet të cilat kanë mesazh brenda vetes. Për shembull, te ky punim, okej, këto janë, është një? është një angel, si Fallen Angel, e kam marrë inspirim për një këngë që më pëlqen. Po. Nga Radiohead, Sti Hayden. Po. Një këngë aty thot, një ditë kom i rritë kratë dhe e kam marrë inspirim si për që asaj. Po, edhe një punim me mesazh dhe me thënie të madhe. Ndërkohë që ëndra shumë vajzave, edhe që unë kam pas shumë shpesh vajza në këtë pjesë ku jeti sot, janë balerinat, edhe këtu i ke paraqit këmbët e një balerine. Po. A të pëlqen edhe ty baleti, apo qeshtë është një punim? Jo, është një punim. E kam bërë për një shoqe, sa ajo... është balerinë? Po. Më tha që në punimet tua za vend shumë historia sepse të pëlqen. Këtu për shembull e kam Skënderbejon. Po, këta kam bërë për 28 nëntoren, si punim për shkollë. Në qësh e gjenti vetën, ose çka t'inspiron për me vizatu Troja? Ndonjëherë e marr për internetit edhe vizatoj, ndonjëherë edhe për librave të shkollës, për shembull gjej vizatim e bëj. Edhe në ka njëherë i qas foto me telefon dhe i pikturoj. A ka në moment kur nuk ki nevojë as me shiku në telefon, as ambientin, po thjesht një emocion tonën me shpreh letër? Po, ka njëherë që më vjen, mund edhe më konë në shkollëve që më vjen. Pa e këshyrë, dhe me thonë është një punim i lirë. Po. Çka vizaton më shumë në këto raste kur është punim i lirë, kur është punim i shpirtit? Ndonjëherë vizatoj për skica. Pra të detit ose ashtu edhe ka një lule, për shembull që ta nuk e ka marrë për... Këta lulen që ke qenë duke simbolizuar ardhen në pranverës, apo? Po. Këta nuk e ka marrë për internetet ose nuk e kam këshyr dikon, veçëm ka ardhë kështot. Edhe e ke punu. Ndërkohë, unë e thash që sjell me vetëm disa punime, ki plot punime të shtëpia. A ke mendu Troja që punimet tua me i kthy në pëlhur, edhe me pse jo me bën një ekspozitë personale? Ndoshta kur rritna edhe pak, ndoshta kur mësona edhe më mirë me bo pikturat, por kur rritna do mu bo dizajner grafike. Pse? Veç se është edhe lidhur me art, edhe më pëlqen
Pe që kom ku e vogël, kom dash me dizajnu për njerëzve, për shembull logot edhe me pa logot që i kom dizajnu në vend të ndryshme. Po. Me thonë, dizajni grafik është ambicia jote kur të rritesh. Po. E ndërkohë, përveç kësaj dhe përveç dizajnit grafik, ti ndjek kursin e gitares. Po. Prej nga dëshira me ndjek kursin e gitares, a është diçka që prindit kanë thonë, okej, hajtë në kohën e lirë, ma mirë bën diçka, apo të pëlqen? Mua pëlqen, kom dash vetë kështu të me shku në kurs gitarës, që 1 vjet jam. Edhe që shku shkan? Mirë, që ta shkojnë pas edhe një koncert 2 muj, kënë pas koncertin. Solo koncert apo një grup? Solo. Qëfar, a e din që ka do të performosh se në pikë? Apo së vendos ala? Një klasike, e ka emrin Waltz. Okej. A do t'jetë garë apo ndë një event pjesëmarrje? Event pjesëmarrje. Nuk është garë, dhe me thonë. E ka organizu kjo kursi që jam unë. Aha. A e mendon që ta ndjekësh si hobi kitaren? Po, mendoj që do të ndjekë për shumë vite që vijnë. Po. Qëfar, për shembull në shtëpi kur je edhe e ki kitaren, qa performon ma shumë? Ka njëherë të konga të Guns N' Roses, që ata një këngë Guns N' Roses e kom bu për koncertin e fundit, që shët. Po. Dhe me thonë, në kohën e lirë, përveç kur i përfundan detyrat të obligime shkollore se je ala në prioritet e ki shkollën, në kohën tënde të lirë, ma shumë pikturon apo ma shumë luan me gitarë? Ma shumë pikturoj, por kam e hobi tjera, si për shembull leximi, edhe ndonjëherë dal me bicikletë. Qa i të ledu për momentin? Për momentin ka lexuar Adventurat e Sherlock Holmesit. Okej. A lexon libra ma shumë shqip apo anglisht? Dyjat i lexoj, po ndoshta ma shumë anglisht. Ma shumë anglisht. Okej, po leximi është, përveç që është një kënaqësi e madhe për mendjen dhe shpirtin, po ashtu të ndihmon edhe në mësim nxënje, te këta e din si nxënëse, jo vetëm si obligimi lektyrave për të përfunduar, por edhe informacioneve që merr. Tash klasa e 6 është pak më vështirë se klasët e mëhershme. Çka ka ndryshuar te troja? Çka po duket më vështirë klasa e 6? Pra tash kena arsimtare, për në klasën e 5 kena pas veç një mësuese. Po. Tash arsimtarët krejtë kanë personalitete ndryshe, krejtë kanë stilin për mësim ndryshe, duhet më mësu tash shëshjone. Me u adaptu, edhe ata me juve dhe ju me ata. Në ndërkohë, a je ma e mira në klasë në artë, në landën e artit? Po. Je ma e mira. Në me thonë, Unë edhe një punimet tu, atë edhe një shoqe. Unë shpesoj shumë, Troja, që edhe këtë hobin tënd për gitaren të ndjekësh, po edhe dizajni grafik që ki ndër ta praktikosh sa më shumë në të ardhmen, pse jo me ardhmen në ndru logon e familja jonë, për shembull. Na e kemi të bukur, apo pëlqen logo janë atje? Ajo e gjallë për ta? Po. A është e bukur? Apo kishe ndryshu diçka? Jo, më pëlqen, edhe që aty pas këtë. Po, edhe që aty është. Po kurse dihet në të ardhmen, kur bësh një dizajne grafike, mundesh me ardhmen a propozu diçka. Troja, unë falenderoj shumë që ishe, e të uroj shumë sukses. Faleminderit. Dashur miq, bashkë me Trojen, kemi përfunduar dhe rubrikën e magjikëve. Të gjithë ju prindë që dëshironi me sjell fëmijët tuaj në këtë rubrikë, na shkruani tek familja jonë dhe patjetër do ta ftojmë me shumë kënaqësi për të folur për ëndrat e talentet e tij. Do shkojmë bashkë tek Lena dhe rubrika e nutricionit.